Banorja shqiptare Dolce ka pushtuar titujt e mediave roz në Itali dhe Shqipëri, duke u shndërruar brenda pak ditësh në një nga personazhet më të komentuar të momentit, që prej të hënës, kur u bë pjesë e shtëpisë më të famshme italiane përmes shkëmbimit mes Big Brother VIP Kosova dhe Grande Fratello. Ajo ka qenë në qendër të çdo bisede, portali dhe reagimi online, me një prezencë të fuqishme, energji simpatike dhe një karizëm që duket se nuk kalon kurrë pa u vënë re. Dolce po lëgjur në çdo hyrje dhe dalje të kamerës. Ndërsa në Kosovë vazhdojnë diskutimet rreth marrëdhënies së saj me Edin, e cila u përmend gjerësisht si një nga dinamikat më të ndjera brenda shtëpisë, Dolce i habiti të gjithkur. Para kamerave italiane, mohoi që mes tyre të ketë patur ndonjë lidhje romantike. Deklarata e saj shkaktoi një val reagimesh, si te publiku italian që sapo po e njeh, ashtu edhe te fansat shqiptar që po ndjekin me imtësi çdo detaj. Por drama nuk mbaron këtu, përkundrazi vetëm sa ka filluar. Nata e djeshme solli një skenë të papritur, të nxehtë dhe të komentuar masivisht në rrjet. Domenico, një nga banorët italian që duket se është tepër impresionuar nga Dolce, vendosi t'i dhurojë asaj një performancë krejtësisht të dedikuar. Në mes të sallonit, në mbrohoritjet e banorëve dhe buzëqeshjen e Dolces, ai nisi një performancë sensuale ku me lëvizje të sinkronizuara, improvizoi një striptease të mirëfillt. Kulmi i skenës erdhi kur Domenico hoqi bluzën dhe ja hodhi drejt Dolces, e cila mbeti si e befasuar mes të qeshurave, ndërsa banorët e tjerë shpërthyen në reagime të menjëhershme. Disa të habitur, disa të shokuar dhe disa të tjerë thjesht të zbavitur nga situata. Ky moment po bën xhiron e rrjetit, me faqe showbizi që po e shpërndajnë videon masivisht, ndërsa komentet janë të ndara mes atyre që e shohin si flir të hapur dhe të tjerëve që e cilësojnë si lojë të pastër televizive. Një gjë është e sigurt, Dolce ka arritur ta kthejë çdo hyrje të saj në histori, çdo buzëqeshje në meme dhe çdo reagim në titull portalesh. Ditët në vijim pritet të jenë edhe më të nxehta, sepse drama Abia ka marrë formë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.